Vijojnë operacionet policore me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në territorin e qarkut Shkodër. Gjatë kontrolleve të kryera ditët e fundit, forcat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, në bashkëpunim me komisariatet varëse, kanë zbuluar dhe asgjësuar gjithsej 3679 fidan dhe bimë narkotike të dyshuara si kanabisativa. Në territorin e njësive administrative, Pult, Shal dhe Postrib, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër kanë konstatuar dhe asgjësuar 265 fidan dhe 1437 bimë kanabisi. Për këto raste, materialet procedurale janë referuar në prokurori, ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi ndaj një inxhinieri pyjesh i dyshuar për neglizhencë apo për fshirje të mundshme. Ndërkohë, në territorin e njësive administrative Shlak dhe Temal, shërbimet e komisariatit të policisë Vau Idejës kanë asgjësuar 1977 bimë të tjera kanabisi. Policia bë me dije se vijon puna për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të përfshirë në kultivimin e palishëm, ndërkohë që operacioni koordinata mbetet aktiv në terren. Strukturat policore nënvizojnë se do të ketë tolerancë zero ndaj çdo tentative për kultivim të lëndëve narkotike.